Të nderuar shikues, sot kemi mysafir nga Ulqini. Kemi një kampion fantastik në sportin e kickboxit, quhet Alfred Koci, i cili vetëm pak ditë më parë është shpallur kampion i botës në kickbox. Ka ardhur nga Ulqini për të dhënë një intervistë për mediat e Shkodrës, por edhe mediat kombëtare pikërisht për suksesin e tij, që me të vërtetë është një sukses jo vetëm individual, por edhe për Ulqinin, por pse jo edhe për Shkodrën, sepse Ulqini e Shkodra janë vëlla e motër, apo thua Shkodra Ulqini vëlla e motër. Gjithmonë janë kanë. Së bashku me Alfredin është edhe i vëllai i tij, pikërisht Francesco Koci, jo vetëm si pjesëtar i familjes, por edhe si një teknik, si një trajner i cili ka kontributin e tij në përgatitjet e kampionit Alfred Koci. Alfred, urime, jemi informuar përmes mediave për suksesin tuaj të jashtëzakonshëm, kampion bote në kickbox. Dhe ajo çfarë bën më tepër përshtypje, dinë edhe shikuesit, është për herë të parë që aplikohet nga Alfredi dhe në këtë disiplinë, nga Federata Botërore, ku ai bën pjesë një boksim pa doreza. Një boksim pa doreza është një shkallë më lart. Më lart, po me plot vështirësi, po themi. Shumë vërtet. Urime për suksesin tuaj. Faleminderit. Si përjetuat suksesin tuaj? Po, ka qenë shumë interesant, sepse ka qenë edhe hymja shumë e veçante, dhe me thënë për krenarën e Skënderbeut, edhe me këngën e Albolinës, për kjo gjë jam edhe njëhe më shumë krenar, se ka mujtë një shpërndy, dhe me thënë fansët edhe me një fitore. Sporti, dhe me thënë, jam i vetëmi shqiptar në organizatën BKFC, dhe me thënë Bernacle Fighting Championship, kështu që edhe fillimet, si çdo fillim bashkë pak i zorshëm, por faleminderit për Zotit, ja kam nisë me një fitore, kështu që sa jena në fillim. Sa për prezentim të shikuesve tanë, Alfred Koci, kampioni botëror i kickboxit, vjen nga Ulqini, ku jeton në shumë pranë kufirit me ajo zonë shqiptare, po tash kufirit janë ndarë kufit në kohën e ndarjes dhe ka mbetur shtoj i poshtëm. Shtoj i poshtëm, pra jetoni pa u futur në Ulqini, në qytetin e Ulqinit, në shtoj në breg të Bunës, apo jo? Një komunitet lagje e tëra shqiptarë. Po, dhe me thani kështë pa qenë shumë edhe me i falenderu shkodranëve, sepse sidomos palestrës të Vllaznia, sepse aty shkoj dhe më thënë 2 herë javë me mësu këta skills atë tjerë, sa i të kanë arteve marciale, njëhem shumë mirë dhe me thënë si një pjesë e familjes, normalisht falenderoj trajnerin Elion Puken, dhe Lini Dervishi shumë kanë imu dhe më thamë për këto përgatitje si sparring partner, normalisht edhe pjesëmarrëve tjerë si Eduard Qefemali, Doni edhe këtë skuadra tjetër. Kështu që faleminderit shumë shkodranëve dhe janë tanë të mirë pritur sepse atje maj edhe trajnime të kickboxit. Kështu që e kena një shumë komunikim të mirë edhe një shumë marrëveshje fenomenale. Me që cekit edhe palestrin e kickboxit dhe këtyre trajnerin Elion Puka, duhet thënë se ka një traditë mirë fill të Shkodra nga zero me këtyre trajnerin Puka, tashmë është një superfuqi kickboxit shqiptar. Shumë e vërtet. Dhe me thënë si kickboxi, si mundja, si jiu-jitsu, në palestrën e jonë dhe me thënë mundin me mësu gjithë shka dhe me thënë që ka ju pëlqen të keni më shumë interes. Dhe dhe sa vjojmë bisedën me Alfred Kocin, me kampionin e kickboxit, kampionin e Malit Zi, pra se në Malit Zi kjo sport është i zhvilluar, por një kampion nga Ulqini, kjo është e veçanta. Dhe e thamë në hapje, na shoqon edhe Francesco Koci, pikërisht vllai, por edhe trajneri personal i Alfredit. Urime, Francesco. Faleminderit, mirë që u gjeta. Pak ka kamera dhe në përgjithësi se jemi edhe të saktë me shikuesin, sepse duam të na shikojnë edhe nga Ulqini. Normal. Dhe me gjë, Francesco është si tip, më themi, na duket si një turist. Një turist kur e pam në pedonale me Alfredin dhe mendova se po e shoqon një turist, por i vëllai, kënaqësi e veçantë. Si ndjeni veten? Të trajnosh vllajin tuaj është diçka krejt e veçantë. Po, normal se është një gjë shumë e veçantë, por mundi edhe krenar me të se kur e di se sa ka punu për këtë garë edhe e di se sa ka dhënë vetin, normal se si dikush që është pjesë e familjes jote, ke që me pa të suksesshëm.
edhe unë kam punu shumë me te atë, vllai jem ka ushtu ka 2 herë në ditë, edhe gjatë ditës edhe ka punu, domethënë ka na, si më thon, shumë i ka përkushtuar këtij sportit. Edhe normal si shqiptari i parë i Bernakullit, cili është global, me kanë, si më thon, historik i shkruar, jam kënaqur shumë i madh me te. Prej sa vitesh që ushtron vllai juaj këtë sport dhe prej sa vitesh që jeni së bashku, pra kontribuoni së bashku në palesën servitore? Na kena fillu me sporte luftarakit që është fëmijë, domethënë kena pas 7-8 vjet, kena fillu me karate, masi pak jiu-jitsu, masi kena hyrë boks, kickboks, MMA kena ba, edhe tash kena, si më thënë, Bernakull. Na në këtë sport jena qysh kur jena të vogël, edhe ta njëtën jena në këtë rrugë. I kena përcjell nga një tjetrin, kena ushtru bashk, kena përkrah nga një tjetrin, domethënë në këtë sport jena ta njëtën. Kam përshtypjen se ju jeni më i madh se sa Alfredi, vllai i madh. Po. Dhe Alfredi rrugën e bukur të sportit e ka nisur përmes gjithjes tuaj, pasionit tuaj. Njashtu kam ba edhe ngara, i se kam ba në MMA, kam ba ngara. Keni konkuruar me herët edhe në çfarë disiplinash? MMA, aja është, si me thonë, një sport ku janë të përzimun mundjet edhe sport me punu se durës edhe kamsh. Domethënë është një sport i përzimun. Edhe aty kam punu, si me thonë, kam ba do gara, edhe kam pasi par eksperiencet në atë sport. Edhe një gjam ka nimu shumë edhe minimu vllau tem për me mujt mu përgatit për gara. Si lini ideja apo pasione për të ingranuar tek sporti i arteve marciale? Kur fare mirë mund të kishit qenë me lojrat me dorë, me basketbol, volejbol, me futboll apo diçka tjetër. Sepse edhe nga shatasia, nga fiziku juaj, mund të kishit qenë edhe sidomos në basketbol. A din si kene fillu na me këtë punë? E para gja baba jon ka qenë bokser, ai ka qenë luftarak, por si vogël të rrit me te, gjithmonë na shtonte filma, me kështu me akcione, me të rrohuna, me gjana, dhe aja gjana ka hinë gjëk që është vogël, edhe ma vonë na ka pëlqyer ai sport, si me thënë na ka pëlqyer ai sen, edhe na kene vendos me hy me atë, pak si na kështu si shqiptar jena pak gjakzet edhe këtë ka ecë jena me tjetërën. Ja pra ku doli pra se nxitja, pas ka qenë babai juaj, biseda e nxjerrë dhe veçantat e traditës familjare. Babai si quhet? Gjergj Koci. Ka boksuar. Ai ka boksu kështu, si me thonë, ka ba pak gara, por nuk e ka marrë gjatë, por është marrë edhe ma sport, edhe na ka folë për atë sport, edhe neve na ka pëlqyer. Dhe nga babai tek ju, pastaj njerëve tek kampioni, tek Alfredi, se patjetër familja Koci tashmë do të jetë në vëmendje për artet marciale. Ju jetoni në Ulqin, por sipas informacionit origjina është nga Kosova. Nga Kosova. Nga Kosova, nga Prizreni. Nga Prizreni. Po, babën e kena nga Prizreni, e nana jeme është ka Malizi, por mësore. Të vijojmë të marrë disa mresa të tjera, që të gjuhëm edhe vajnë duhet, është me intereson se përgatitja dhe konkurimi ku kanë qenë atë momentet me të veçanta të kampionit të Malizi, por edhe në ajnë ndërkombëtar që kishte Alfred Koci. Pra Alfred, në intereson, dhe i tha paka shumë edhe vllai juaj, Francesco, që ka merit në përgatitjen tuaj, por dita pare nisës tuaj në këtë sport. Kur ka qenë, para sa vitesh? Fillimi dhe më thani i kickboxit ka kanë para 12 viteve të Albulena në Ulqin, dhe më thani kena klubin e kickboxit Albulena, ku i kena shumë dhe më thani klubi ka shumë eksperiencë, shumë dije, me krye trajnerin Agron Ujkashin, kurse ka dhe trajner tjerë si Miro Dervishi, Tushi, Ahmet Haji Mehmeti, kështu që kena shumë trajnerësh, kena shumë eksperiencë dhe një të ty kanë fillu dhe me thani fillimet e mia. Gara e parë, zyrtare juaja. Gara e parë zyrtare, ku zhvillua? Martar, një ditë masi që janë nisë dhe me thani sportit, ku në Cetinje, dhe me thani... Kundërshtari ishte? Ishte nga Kosova. Ishte nga Kosova, kështu që
Për momentin, me këtë dije, me këtë experience, kur nuk kisha hyrë në neshje mas një muaj stërvitje, por normalisht e kam marrë si një super mësim edhe kam nisë, domethënë, më rrit në atë sport. Prej asaj ditë deri më sot, sa janë bërë në harkukohor karriera sportive? Ka, domethënë, ka shumë gara aty. Normalisht sa më shumë gara, më shumë eksperiencë. Në fillim kanë qenë amatore, po tash kanë dalë edhe domethënë në këtë fushën profesionale ku jena edhe domethënë përgatitur për çdo sfidë që na vjen. Të ndalemi konkretisht tek ballafaqimi i fundit, tek sfida e fundit në ring. Ku zhvillua dhe Po. sa ndeshje ishin? Një ndeshje direkte me kundërshtarin tuaj apo ishte një turne? Jo. Domethënë në sportin profesional e kena vetëm një ndeshje sipas kontratë. Domethënë qysh një muaj ditë përpara e dini me kanë kemi me marrë, domethënë me kanë kemi kundërshtar edhe kushtet. Me që ceket anën profesionale, ju keni nënshkruar një kontratë në një federatë profesioniste të shkallës botërore, si quhet federata? Bare Knuckle Fighting Championship. Domethënë është boks pa doreza, ku zhvillu domethënë për herë të parë në Malzi, ku është Conor McGregor, domethënë është e ka këtë përqinje e madhe të organizatës, edhe e ka qenë atë natë aty bashkë, ka qenë prezent, i ka pa ndeshjen, kështu që kjo është një nivel domethënë shumë i lartë sa i takon arteve marciale. Të dura shikue se boks pa doreza, kjo është një disiplinë e re mund theme sepse edhe në arenën ndërkombëtare, sa kohë si ka, është përfshirë. Po ndërkombëtare i ka domethënë 5 vite, 10 vite, por është e re. Në malin e zi, në turneun e fundit ishte për herë të parë. Pra boks pa doreza se ka një shkallë vështirësie të jashtëzakonisht të fortë dhe pjesë sa janë edhe dëmtimet. Që fatmirësisht ju për momentin shpresojmë të mos keni, por sepse pa doreza ke parasysh. Grushi që shkon në zënë pa vend dhe shumë e vërtet, luftë është ajo, në atë moment është luftë, ku që një lëndim e kishit marrë në dorë, por te pjesa e fytyrës jo. Është, si më thënë, gjaja më kryesore, që ka qenë domethënë lëndimi të dora, krejt po dora po shërohet, po rikuperohet, edhe do bëhen gati për sfida tjera. Si shkoj kjo gara fundit? Me sa ronde ishte? Domethënë rregullat janë 5 ronde ka 2 minuta. Mu domethënë dora më ka plasur fillimi rondin e dytë, kurse e marrova neshjen me knockout të rundit të tretë. Fillim raundit të tretë, domethënë 18 sekunda raund të tretë e kam marrur domethënë neshjen me knockout. Si e priten ato ekipi juaj, praneri juaj, familja juaj, Ulqini, kam vënë re se ka Ulqini krenohet për i vitesh me ju. Normalisht. Por edhe Malzi, sepse jeni kampion i Malzi, por po ndalem tek Ulqini sepse aty na intereson disime tepër. Po. Domethënë shumë krenar, domethënë këtë Ulqini edhe Malzi janë shumë krenar sepse si thash edhe prap vetëm 3 domethënë kanë qenë Malzi, vetëm 3 luftar, kështu që unë kam qenë njani aty në 3 edhe jam shumë krenar, shumë mikpritës, shumë domethënë mesazhe suportit, shumë edhe diaspora normalisht ka qenë shumë krenar, sidomos për punë asaj hymjes që e bëra shumë të veçantë. Dhe ju e Francesco ka qenë prezent, po pjesëtarët të tjerë të familjes Koçi nga Ulqini kanë qenë në atë duel, në palestër? Jo, ata s'kanë qenë domethënë me pa. Baba jam për shembull kur marra neshja, kur çdo gjë ka lënë si duhet, ka qenë me pa neshjen, por me kanë prezencë normalisht se as anan s'ka qenë djali me morra grushta, shkort e shqip. Si e pritin prindit tuaj? Kanë qenë krenar. E kanë zorë me thanë, por kanë qenë krenar mas një. Pas ndeshjes kush i telefonoi me parë, ju apo Francesco? Babajt dhe nënës. I kanë telefonu shikusi që kanë qenë me thanë budve, kanë ardhur rreth 100 veta, kanë ardhur me pa neshjen live, kanë ardhur do shok për Shkodrës, që jam shumë, si më thanë, falenderues, sepse unë këtë sport e baj për qef vetë, por kur e shas edhe tjetër vlerësojnë, baj qef edhe ma shumë. Pra, gara pas ka qenë në Budva, edhe me një tifozeri ulqinake ekstra. Dhe me thanë, ka qenë rreth 2000 shikues, se kanë qenë biletat shumë të shtrejtë, dhe me thanë bileta ma lira ka qenë 100 euro, sepse bëhet për një high level, për një nivel shumë të lartë të organizatës,
por edhe për një atë punë kanë ardhur e vlerësoj edhe më shumë tifozët që kanë ardhur nga Ulqini edhe nga Shkodra me më suportu. Sot jemi në Shkodër, në pedonalen e Shkodrës dhe kjo intervistë është gjykënari edhe për Shkodrën, sepse Ulqini me Shkodrën thamë janë një familje e vetme. Ju motivon Shkodra? Shumë. Përposa asaj traditës se thatë tek palestra e Elon Pukës, ku aty është një shkollë me vete, ku rriten disa breza. Shumë vërtet. Edhe është një super palestër me vlera të larta, me vlera shumë kualitete, edhe më shumë ti jam krenar edhe motivon palestra, rinjat e palestra, sepse kur hy në atë palestër, mas një kështu fitore botnore, fëmijëve dhe me thanë, më qyri një super role model, ku më pëlqen mu motivan Shembulli juaj tek ato ndikon për të ardhmen e tyre. Ju kemi parë në ringën dhe me flamurin shqiptar. E mbani kudo me vete, ndonë se jetoni në Ulqinë, po. Flamuri kombëtar është simboli gjithë shqiptarisë. Po, në botë. Sa ndikon, ana emocionale. Shumë, sidomos si thaqë edhe pak pares, ku kam hyrë me këngën e Libulenes, ku e dini edhe vetë historinë, se çfarë më thonë ajo këngë. Në atë moment jeni të gatshëm me bë çdo gjë që është nevoja për një fitore, sidomos me Malzi, ku për herë të parë ka hyrë dikush me këngë shqiptare. Të thëmë të drejten, por edhe për informacion të shikuesve, intervistën me familjen Koci, me Alfred dhe Francesco Kocin, nga Ulqini, unë po realizoj në bazë të një ndërmjetësimi të një miku të përbashkët, po një mik i imi i veçantë Shkodër, quhet Astrid Dervishi, një familje eksplikatore sportive prej shumë vitesh, kryesisht në futboll dhe në fushën e gjykimit. Astridi, ndër të tjera, me tha, kur me rekomandoj për intervistën me ju, edhe për Skënderbeun, ai ju motivon për krenarin e tij e mbani në hymjet të ringut. Në hymjet të ringut. Edhe në peshim edhe kam hyrë me thaneshja me për krenarin e Skënderbeut, ku nihem shumë i veçantë, dhe me thanë shumë krenar me pas atë mundësi, me prezentu shqiptarizmin është si duhet. Dhe figura Skënderbeut ka pjesën e vetë, nuk ka nevojë për koment. Si s'ka qenë i pamposhtur, heroi ynë kombëtar Skënderbeu ashtu edhe Alfred Koci. Por tash po jemi drejt ndoshta edhe mbylljes së kësaj interviste të flasim për të ardhmen, për planet tuaja, por do ta filloj nga trajnerët, sepse trajnerët janë ato që i bëjnë këto plane, projekte. Çfarë mendon trajneri, pra Francesco Koci, që edhe nga emra dhe nga pamja na duket si një italian. Por si të qoftë, ne kemi knasi që është një shqiptar. Do donim të ishte edhe shkodran, por origjina është nga Prizreni, por në shtoj jeni si thuash në Shkodër. Pra, Francesco, për të ardhmen, cilat janë projektet, ato programet tuaja për garat kombëtare malazeze, por edhe për garat sidomos ndërkombëtare, ku ju tashmë jeni pjesë e një federate shumë të rëndësishme botërore. Para se filloj me thonë diçka për plane, veç kisha pa qef me thonë se nana e unë e ka periardhin prej Vajt Kastratit. Do më thonë pej Shkodrës i bjen. Pa tjetër për Shkodrë. Do më thonë kena edhe gjak, si me thonë Shkodran. Dolje dhe Shkodra. Sepse Malësia Madhe pëndrojnë temë shkajt pjesërisht, por është një thesar për kombëtarën e Shqipërisë. E parasysh, Broja, Hysaj, Balaj, Çoka janë futbollistë për shumë emër nga Malësia Madhe. Së bashku me Mikajn, i cili është një super talent. Pra edhe përjardha juaj nga nëna. Me mjemri Kastrat. Me mjemri Kastrat. Allë një zonat e Kastrati i Bajqës. Po, Francesco. Për plane, kena, si me thonë, tash kena shumë oferta. Me thonë, kena oferta nga Malizi, kena oferta nga Serbia, edhe nga kja organizata tash që kena bagara. Na, si me thonë, tash jena tu përgadit, edhe po shohim, si me thonë, kush na ofron, si me thonë, një ofertë më të mirë.
Tash nuk di të pushojmë e kena një tash në dhjetor, që bëhet një organizat MFC në Podgoricë. Mas asaj kena një organizat për Serbia që është FNC, shohim, edhe e kena në janar o në februar atje në Shkurt i bjen po, një organizat kja Bare Knuckle Fighting Championship, aja i bjen atje deko në Shkurt. Ta përshohim, na jena të përgatitshëm, na jena të ushtru për gjithit, edhe çdo gjë që na vjen kështu përpara nuk i largohena. Veç po shohim kush e një ofertë më të mirë edhe na aty kena me ba, si me thonë, kena marrë pjesë. Francesco, i knaqur me sportistin tuaj, po themi, sepse ju trajneri i tij, por në rast se dhe ju i knaqur për ecurinë e Alfredit, i kampionin e kickbox, dhe ku mendoni, ku e shikoni, deri ku mund të shkojë karriera e tij sportive, sepse është në hapat e parë, ka një karrierë të pasur, por ka akoma shumë për t'i dhënë i sporti. Varet sa janë ambicjet e tia, ai mund me arrit shumë, normal se është si me thënë i lindun si luftarak, edhe e besoj se nëse janë ambicjet e tia, ai mund me arrit edhe deri në UFC edhe në botëror mund me kenë një kampion i botës. Edhe diçka tjetër, keni menduar se ndonjëherë për të ardhmen mund të përfasoni Shqipërinë? Keni pasur ndonjë ide, ju ka kërkuar dikush apo? Po, din si, na jena të hapun për gjithçka, normal, na këna qef marrë Shkodër, edhe Shkodër si me thënë si shtëpia jone, na pëlqen ky vend shumë, tash ku nuk dihet si me thënë, çka t'ofron jeta. Keni pas kontakte me federatën e arteve marciale? Jo, ala s'ka menu si me thënë në atë rrugë, por ku nuk dihet. Gjithatë kjo intervistë po realizojmë së bashku mund të jetë edhe një nxitje edhe një motiv më tepër ndoshta për njohjen tuaj dhe për një hap drejt një bashkëpunimi me Federatën e Shqipërisë, sepse jo një ndeshje të mundshme të ardhshme të zhvilloni në Shkodër tek publiku shkodran, që padyshim edhe tifozëria ulqinake, siç është në stadiumin Loro Boriçi për futbollin në çdo ndeshje, e ndjek Alfredin këtu në pallatin e sporteve Çaçin Dervishi. Pra pikërisht me këtë emër të madh, si sa më herët babajin e mikut tonë përbashkë Asit Dervishi. Do të ishte qenë fantastike, nuk e dihet. Në vazhdimsi do të lobojmë edhe për këtë punë, për në mbyll do të kalojmë tek Alfredi për ta pyetur edhe për planet e të ardhmet edhe për objektiva, sepse trajneri Francesco në një moment të thatë e din Alfredi se ku do shkojë. Megjithatë, të pyesim Alfredin se si do t'jetë ardhmja dhe deri ku mendon të mrrijë suksesi dhe ku mendon të jetë kulmi i karrierës sportive në këtë disiplinë. Po Alfred? Ambicjet, unë gjithmonë kam qenë shumë ambicioz në jetë, kur gjë se kam ba deri në gjys, edhe besoj se do arris me kenë shqiptari i parë kampion botëror në Bare Knuckle Fighting Championship, sepse kam debitu me një knockout dhe ofertet janë dhe me thanë që s'ka dhe vlojem shumë të shpejta, për qëllimi jem është njëherë mu rekuperu, edhe besoj se do arris kulmin me kenë kampion bote në Bare Knuckle Fighting Championship, sepse i ky sport është të rritë shumë shpejt dhe është organizata në fillim, unë jam dhe me thanë në fillimit e mija në këtë sport dhe jam i sigur se do arris kampionin e botës. Mosha juaj aktuale? 30 vjeç jam prime-in tem, kështu që experience kam, dije kam, kushtet i kam, çdo gjë dhe me thënë është në vend, por qëllimi është vetëm me majti këtë fokus dhe besoj se kampion bote do bëhem shpejt. Karrierë suksesshme, pjekuria si thatë ju, të gjitha së bashku bëjnë atë që shumë shpejt të mrini edhe këto objektiva kulmore. Ne urojmë që t'i realizoni, por e mbyllim me atë që ja kërkova pak më herët vllajt tuaj, përfasimin, boksimin për ngjyrat e Shqipërisë. Ju flamurin kombëtar, flamurin e Shqipërisë, kuqezi, mbani ju shoqëron dhe për krenarin e Skënderbeut të keni në çdo ndeshje. Por për të përfaqësuar kombëtarin e Shqipërisë, nëse do të kishit një ofertë nga Federata e Arteve Marciale apo e Taekwondo apo diçka tjetër, ka disiplinë që ju keni ju e Shqipërisë, si do ta prisni?
Dhe më thënë, këtë sportin tënë Shqipënia s'ka federat, por normalisht jam i hapun për çdo bisedë nga qeveria, dhe me thënë, nga organizatat e Shqipënisë. Normalisht kisha kanë krenar me përfaqësu edhe Shqipëninë, sepse ata jena që jena, dhe do kisha kanë krenar normalisht. Po deri atëherë, si tha dhe vllau, s'kena menu në hiç në atë mënyrë, sepse kërkush alas na ka kontaktu, por jena të hapun për çdo bisedë, normalisht. Megjithatë, diçka mund të jetë më e realizuar pa shkuar tek ajo si ka, mund të ketë procedura, por dëshira, propozimi, planifikimi për të boksuar në Shkodër, në një ndeshje, një event të nivelit botëror, për të bashkëpunuar me Bashkinë e Shkodrës, për t'ju vënë në dispozicion pallatin e sporteve Qazim Dervishi, apo pse jo dhe stadiumi Loro Brishi, ku fillojnë edhe evente sportive. Po, është ëndra eme, dhe më thënë, është ëndra eme me ba një ndeshje edhe në Shqipëni, sidomos me kanë main event, sepse deri sa të kalon ajo procedurë, unë kam u ngritë edhe dan zoti edhe me ba edhe sukses edhe më të naltë, kështu që edhe atëherë këtë kanë hype edhe më interesant, edhe kisha pasur normalisht si në pallatin e Qazim Dervishi, si keni thënë edhe vetë të stadiumi edhe më i madh, kisha pasur normalisht ëndra kam. Shpresojmë, edhe në këtë detim do të përpiqemi të japim atë kontributin ton. Besoj se prekem disa gjëra, prekem ato që duhen, apo kemi diçka tjetër që mund të shtojmë, jemi drejt mbylljes. Kisha pasur vetëm mu falenderoj, dhe më thënë, çdo personi që ma ka nisë mesazhin nga Ulqini, nga Shkodra, nga diaspora, sepse ndikon shumë motivim, edhe ju mirëpresim te pallata e sportit Vllaznia, dhe më thënë tek vendi Vllaznia, ku është një super energji, super moment, edhe kaq. Padyshim që një rol veçantë, megjithëse është edhe çështje marketingu, po themi, por sponsorët tuaj, sepse është një sport me kosto, kanë meritën, familja për mbush atë kontributin kryesor, përballon kontributin kryesor, dhe padyshim që familja ka ndjerë, por edhe struktura tjera. Po, dhe më thënë, kjo sport i shtrejt, edhe kisha pasur mu falenderu sponsorëve, dhe më thënë Art Taverna, nga Ulqini, restorani Art Taverna, kisha pasur mu falenderu Europa Beach, dhe më thënë Vllaznik Kastrati, që i kena, dhe më thënë, kushri, kisha pasur mu falenderu edhe kumares tem, ku që më ka shtamparja Garant, dhe më thënë shtyp shtronja Garant nga Ulqini, sepse qysh është personi që më ka suportu qysh në fillim, edhe tezis teme nga Amerika, se na shqiptarë jena, në më thënë, shpengull në përtanë botën, kisha pasur mu falenderu shumë edhe tezis, sepse aja më suportan, jo veç tash ku aja më, dhe më thënë, ngritje, por ta njetë. Nuk përmendet familjen ato, kryesor që kanë dhënë kontributin në fillimin e kësaj tradite, Babën Gjergj, apo jo? Normal. Kampionin. Normal, nuk diskutohet. Kampionin e parë të boksit, se ju ka dhënë mësimet e para, por dhe lënën tuaj se ka në origjinë nga Malcia, madhe nga Bajza, që quhet? Dila. Dhe më thënë, nana ka emrin Dila Kastrati, edhe tash si nana Dila Koci. Kisha pasur normalisht mi falenderoj edhe atyne, sepse ata janë qysh në fillim aty, dhe normalisht e besoj se kam në vazhdu. Me qef nuk e kanë, por ata i vlerësojnë dëshirat e mia, kështu që faleminderit shumë për tyne. Një sport që familjet nuk e preferojnë para arsyeve vetme, sepse dëmtimet janë pjesë e kësaj karriere, por ato janë krenarë, dhe do të jenë krenarë gjithmonë. Dhe në mbyllje të nderuar shikues, unë do t'i falenderoj të dy vëllezërit, kampionin Alfred Koci, por trajnerin e tij, vllajin Alfredit Franceskon, dhe natyrisht edhe mikun ton të përbashkët, profesorin e nderuar Asit Dervishi, familjen sportive Dervishi, që kanë dhënë një kontribut të çmuar në futbollin shqiptar, kryesisht në fushën arbitrimi, sepse, si thamë më herët, Asit Dervishi është edhe koordinatori i kësaj interviste, si mik i juaj i familjes tuaj. Edhe njëherë, Francesco, faleminderit. Edhe juve. Nësi e veçantë, dhe shpresojmë të takohemi. Faleminderit edhe juve. Për suksesin e radhës të Alfred Kocit. Ky pra është super kampioni i kickboxit, ai që ka garuar dhe ka boksuar për herë të parë
në këtë disiplinë pa doreza. Pa kjo është e veçanta, kampioni i Malit Zi me banim në shtoj të Ulqinit. Faleminderit të juve për suportin, sepse si keni thënë edhe vetë marketingu është shumë i rëndësishëm, kështu që faleminderit të juve. Edhe një faleminderit, suksesin në karrierën tuaj sportive, të ndërua shikues nga unë Gaspar Marko, përshëndetja përmbysur, besojmë se kemi përcjell diçka interesante, një portretizim të karrierës sportive të Alfred Kocit dhe të trajnerit e tij, vllajt e tij konkretisht Francesco Koci dhe traditës familjare që babai i tyre ka qenë një sportist i hershëm. Pra të ndëruar shikues, kjo ishte edhe biseda që realizuam me vëllezërit, kampionin Alfred Koci dhe vëllain e tij Francesco Koci. Shpresojmë të takohemi edhe herë të tjera, jo vetëm me vëllezërit Koci, por edhe me kampionët e tjerë, të cilët i bëjnë nder Ulqinit, i bëjnë nder Shkodrës dhe kombit shqiptar, por sidomos me atë premtim dhe atë dëshirë që shfaqen në vëllezërit Kocit që me mundësinë të ardhmes për të përfaqësuar Shqipërinë dhe për të boksuar në pallatin e sportit të Shkodrës Xhaxhi Dervishi. Deri atëherë, mirupafshim.